Të nderuar qytetarë, e dini pse shërben kjo rrugë këtu? Përkujdesje për bizneset e vogla të qytetit të Prizrenit ka premtuar kandidati për kryetar nga lëvizja vetëvendosje Artan Abrashi. Ai akuzoi kryetarin aktual të komunës Shaqir Totaj se po kesh përdor autoritetin zyrtar për interesa private, gjë që sipas tij do ta cenojë mirëqenien e bizneseve të vogla. Abrashi tha se me qeverisjen e tij nuk do të lejohet ndërtimi i qendrës tregtare në Bashdarhane, pasi theksoi se do të goditeshin bizneset e vogla e ato zejtare. Ky projekt do të shkatronte bizneset e vogla që janë shpirti i këtij qyteti dhe nuk do ta lejojmë që kjo të ndodhë Prizrenit. Çdo zhvillim duhet të bëhet në shërbim të qytetarëve dhe jo të interesave të ngushta private. Shoq, del kallëzo ku janë 100 milion euro, ose mu, ose prokurorisë. Për bizneset e vogla e të mesme, mbështetje ka premtuar edhe kandidati për kryetar të PE-s Taulant Kelmendi. Ai ka thënë se kjo mbështetje do të ofrohet duke u mundësuar bizneseve krijimin e infrastrukturës së nevojshme, rritjen e kapaciteteve të punësimit e ndërlidhjen e arsimit dual me tregun e punës. E gjatë një vizite në klubin e shahut në Gjakov, kandidati për kryetar të kësaj komune Ardiangola premtoi ndërtimin e një kompleksi sportiv për të cilin tha se do të përfshijë shumicën e sporteve. Dhe kjo që ka mbetet është me ndru mendësinë qeverisëse. Është një kompleks sportiv, e kemi plan me bo, një park olimpik, ku kanë me qenë të gjitha hapësirat për shumicën tërmuese të sporteve të cilat i zhvillojmë ne si Kosovë. Vetëm në 4 vitet e qeverisës tonë kemi paguar. Në Gjilan, kryetari i komunës që synon edhe një mandat, Alban Hyseni, ka promovuar punën gjatë qeverisjes 4 vjeçare dhe u ankua se ka paguar mbi 17 milion euro borxhe të trashëguara. Ai ka premtuar se edhe në mandatin e ri do të tregojë disiplinë financiare. Është e qartë që në sytë e dikujt. Ndërkaq kandidati për kryetar të Junikut, Jetmir Tofaj, ka kritikuar kundër kandidatët e tij për të cilët theksoi se i ikin ballafaqimit publik me të për të shpalosur planet për komunën. Sot nga ora 13:45 kishim të paralajmëruar debatin për Junikun këtu në KTV, ku asnjëri nga kundër kandidatët e mi nuk morën pjesë. Një ftoj të ballafaqohen me mua, të ballafaqojnë vizionin ton për Junikun, sepse vetëm kështu jemi korrekt ndaj qytetarit të cilit i kërkojmë votën dhe besimin për 4 vitet e ardhshme. Në Mitrovic, kandidati për kryetar Faton Peci është zotuar për mbështetjen e të rinjve në sektorin e teknologjisë, ofrim të kurseve të gjuhëve të huaja dhe trajnime për aftësim profesional.